Dhe nis sfida me topin e parë luajnë futbollistët nga kryeqyteti. Në dy luftim me Ardian Mujan, Broja nuk e lëshon topin, i lirë tani Besnik Krasniqi, Arkimi Ullët, Manaj në zonë, jashtë. Megjithatë ka pasur një devijim. Besnik Krasniqi këto, shihni këtë devijim të pavullnetshëm të Gallapenit. Bukur, pasimi prapa shpinës së mbrojtjes, mundësi e mirë kjo, Tusha, goditja dhe përfundon në rrjet, por është pozicion jashtëloje. Anulohet goli i veton Tushës, është ngritur flamuri lartë nga Bujar Selima, asistenti i Shalës, duket që këtu. Megjithatë do të rishikohet gjithçka nga dhoma e varit, përfundimi i aksionit mjaft i mirë nga Tusha. Shohim goli vlen, pranohet goli i veton Tushës. Nuk ka pozicion jashtëloje. Fantastik pasimi aty në drejtim të Tushës. Skuadra e Zekeria Ramadanit. Goli i 4 i sezonit është ky për shohim depërtimin e Tushës, sa i shpejt si vetëtima, veton Tusha! I jashtëzakonshëm, Tusha me golin e dytë të kësaj ndeshje. Shihni se ku e mori topin. I nga dalt boje në duelin 1-1, më pastaj edhe goditja e dur aty para Nikës. Gol për notën 10 Prishtinës për dritën Dabiqaj. Mirë pasimi, Manaj shpëton. Nën shi dritës, ja shojmë edhe njërë tjetër përballë Nikës. Tusha, mundësi, veton Tusha, Gjoan jashtë, çfarë rasti për të. Saliu me Arkimin, çfarë mundësi e jo i sigurt edhe njerë tjetër, faton Maloku. Alemir, Besnik Krasniqi, ja mundësia këto, Manaj, jashkon. Edhe njerë tjetër. Tre 0 Besnik Krasniqi, minuta 69. Praktikisht këtu është e mbyllur kjo sfidë. Duhet të presim mende. Është pozicion jashtëloje, anulohet goli. Këtu është pozicioni. Jashtëloje për Besnik Krasniqin. Pozita e 5, por vetëm +2 nga zona e barazhit. E merituar plotësisht fitoria e dritës, megjithatë këto dy skuadra